kam bërë Serbisë. Jo një, por së paku 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian ja bën sërish bllok Serbisë. Sipas burimeve diplomatike të prira nga Holanda, pastaj Suedia, si dhe 3 vende të Baltikut, tashmë janë kundër që Beogradi, ashtu siç pretendonin pushtetarët atje, këtë korrekt do të çelte kapitullin 3 të bisedimeve për antarësim në Union. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme holandeze konfirmoi për REL se vlerësimi i qeverisë lidhur me paketën e zgjerimit 2025 është ende në fuqi. Hapja kapitullit 3 për Serbinë tani do të ishte jo sipas performancës së kërkuar, duke pasur parasysh shqetësimet e forta për sundimin e ligjit në Serbi. Një çështje për refuzimin e disa vendeve evropiane është edhe fakti që quhet i pakapërcyeshëm. Kjo ka të bëjë me atë që pushteti në Beograd kurrë nuk i vendosi sanksione Rusisë për shkak të luftës ndaj Ukrainës fqinje. Pos këtyre arsyeve të theksuara këto ditë, vende anëtare të Unionit siç është Kroacia edhe viteve paraprake i ka thënë jo hapjes së kapitujve për antarësim të Serbisë në BE. Kroacia ka kusht vendosjen para drejtësisë nga autoritetet serbe të organizatorit dhe pjesëmarrësve të sulmit terrorist ndaj Kosovës më 24 shtator 2023 në Banjsk. Ky mbetet një nga kushtet e forta kroate, por edhe të vetë komisionerës për zgjerim. Martakos tha në nëntor të vitit 2025 se zgjidhja e plotë e rastit ku u vra rreshteri policisë kosovare Afrim Bunjaku mbetet detyrim për palën serbe. Serbia ka statusin e vendit kandidat për të hyrë në BE qysh prej muajit mars të vitit 2012, duke qenë se bën politik të dyfisht e nuk plotëson kërkesat e vendeve anëtare, siç është edhe fqinjësia e mirë pikë së pari me Republikën e Kosovës, shteti serb nuk qeli asnjë kapitull të antarësimit qysh nga viti 2021.